thënë periudha e gjimnazit, te Petronili. Gjimnazi ka qenë një periudhë te Sami Frashëri kemi qenë ne, sepse dhe shtëpit i kishim diku aty afër. Gjimnazi sigurisht për të gjithë është një periudhë shumë e bukur, me gjithë vështirësitë që mund të ketë pasur apo që i kujtojmë ndonjëherë. Dhe gjimnazi zjente nga një miqësi e pastër, nga një miqësi shokësh dhe mish. Nuk kemi qenë në një klasë, as Regjina, as Fatosi, as unë. Unë isha te e 9A4, Fatosi te e 9A2 dhe Regjina te e 9A1, kur filluam. Dhe shkonim në për aksione bashkë, Fatosi binte kitarës, këndonim, dhe gradualisht shikojmë që ndër çiftet e pakta që krijojnë në gjimnaz dhe të qëndrueshme, ishte Fatosi dhe Regjina të vetmit që nuk e fshehnin lidhjen. Ne mundoheshim për të tjerët, ndonjëherë gënjenim dhe prindrit e tyre, i thoshim, është me ne, kur s'ishte me ne, ishte dhe për fat të mirë, edhe këto janë të martuar, janë dhe sot, këta çiftet që janë krijuar në atë periudhë, por Regjina me Fatosi sfidonin, si thuash, realitetin. E kam shkruar atje, se gjithmonë më ka bërë përshtypje, kapeshin për gishtin të dy, edhe dilnin nga shkolla me një krenari që se në shkollë jo, po dilnin nga shkolla ose në obor ose në për aksione po, kishin të drejtën e tyre. Dhe Fatosi sigurisht edhe në shkollë, jo se kishte rezultatet më të larta, sepse nuk ishte shumë i përqendruar, si thua, për të kapur maksimumin. Por të gjithë e mbanin që Fatosi ishte më i miri nga ne. Ne mund të kishim 10, po Fatosi kishte gjuhët e huaja, Fatosi kishte kitarën, Fatosi kishte sportin, dhe Fatosi kishte një miqësi të jashtëzakonshme me shokët edhe shoqet e tjera, sidomos me shokët. Gjë që do më rikujtoheshin apo do më ridilnin mua në ndonjë kërkesë të tyre ose një grup shokësh që vinin të mbështesin një tjetër për çfarë problemi kishin. Dhe kur ishim gjithmonë në kabinet, kur isha tek Partia Socialiste, dhe unë përpiqesha t'ja kaloja atë që e mendoja që ishte arsyeshme Fatosit. Fatosi me njerë e gjente, kjo duhet, kjo nuk duhet, dhe bëhej në një kuptim cop që themi ne, për ta realizuar brenda të gjitha rregullave. Fatosi çuditërisht, për gjithë kohën që unë e kam njohur, nuk ishte nga ata që abuzonte me pushtetin për interesa, le të themi, miqësore, të rrethit të vogël. Gjithmonë them për atë pjesë që mua më takonte të bashkëpunoja me Fatosin. Tek edhe përqendruar pak në gjimnaz, tek periudha e gjimnazit edhe raporti njoja me Regjinën. Diçka tjetër që ju kam do t'ju kujtoj diçka tjetër. Një incident i vogël apo diçka edhe për kohën, sepse ruheshin nga të gjitha anët. Fatosi ishte në një kuptim rebel, ishte vërtet rebel. Dhe ndonjëherë edhe e ka shkelur atë që ne themi sjelljen e mirë. E vërtet që ne, domethënë, jemi distancuar. Nuk po e përmend se çfarë ishte, por është një episod që ndodhi gjatë një ore mësimi të fizkulturës. Edhe u përjashtua Fatosi nga shkolla. U përjashtua për të punuar 2-3 muaj, kështu ishte atëherë. E ka thënë dhe vetë, më duket, diku, që është përjashtuar. Po, keni shumë të drejtë, e ka përmendur në një intervistë, më kujtohet kështu turbull. Po mua më kujtohet diçka tjetër në lidhje me këtë, për të theksuar atë Fatosin njeri. Mësuesi i fizkulturës, që ishte në të drejtën e tij, ai u fye për gjestin që Fatosi bëri në orën e tij. Mësuesi i fizkulturës, vite më vonë, përsëri unë isha në kryeministri, ndoshta 98, kur akoma ishte nano kryeministër, mua më gjeti si më të lehtë, sepse nano nuk ishte ku ta gjente aq kollaj, dhe kërkoi dhe erdhi në zyrën time duke më thënë që kam një problem, që mendoj që duhet ma zgjidhi Fatosin. Unë ndjeva pak në vështirësi, sepse mendova që ky që përjashtoi nga shkolla, si do ta priste Fatosi. Fatosi fisnik, ja zgjidhi, sa ishte në të drejtën e tij dhe kësaj radhe, ja zgjidhi me njerë. Unë këtë e kujtoj profesor Besimin dhe besoj ai më dëgjon ndoshta, edhe ai do të thotë që Sajmira thotë të vërtetën. Më pas ishte universiteti, se po